Se duke qenë përdit në territor, shikoj habira të paimagjinueshme, shpenzime të pajustifikuar. Nga kush? Nga të gjithë. E ke fjalën për kundërshtarët tuaj politik? Po patjetër. Kandidat për deputet më. Me shpenzime të paimaginueshme. Kush është ky? Mund ta thoni? Erlan, të bëj një pyetje. Sa kushton një shërbim në dasma me kamera e kështu me radhë? Sa kushton? Nuk është pak. Po këta i kanë përdit më, kamerat nga mbrapa. Unë s'kam kamera, unë kam vetëm telefonin tim. Kam vetëm telefonin tim, biles më thonë, të duhet një fotograf, të duhet një kameraman bashkë me kamerën tim. Jo, i thëmë, duhet, s'jam unë. Po të kem ato, nuk jam unë. Më të efektshme janë ato videot e tua. Po jo, nuk jam unë. Jo, unë nuk e bëj për efektivitet. Unë e bëj për të qenë realisht e rioni që jam, në raport me ata që më ndjekin, më shohin, bëjnë e tjerë më radhë. Po të marrë një kamera me vete, po të marrë një kamera, të më ndjekin mua kur eci rrugëve, kur ndaloj takoj njerëz, kur flas me njerëz e tjerë më radhë, s'do isha unë më, se unë nuk jam në të përditshmën time kështu. Tani dje isha ke liçeni po ecja, po bëja ecjen time e tjerë më radhë dhe pash njërin aty që shpërndante letra dhe përballë kishte kameramanin bashkë me kamerën. Kamera e fundit fare, high definition e kështu me radhë atje. Thash, po kush është më va? Pastaj e pash, më doli edhe në një video, kishte qenë një emision televiziv të këtyre mediave të mëdha, këto që duan vetëm të bërtasësh, të sherrosesh, të grindesh, që mos dëgjohet asnjë gjë, vetëm bëhet ai sherri i famshëm që është marrë nga këto reality show edhe që të sjell vëmendje ku diun. E pash atje thash, po ky më, ç'është ky më? Domethënë, këtu edhe më i rëndomti ka një shërbim të këtij lloji që kushton. Tani unë atë letrën time që u thash, po e shpërndaj me antarët e mi, Partisë Socialiste. Pa kosto fare. Vetëm me zemër edhe me shpirt të bëjnë atë. Edhe po e shpërndajnë derë më derë ti mëra. Tani çdo mëngjes më çojnë, ka hedhur dhe filani ka hedhur dhe filani posterin e vet këtu ke shkalla ime, ke pallati ime etj. Po ishte gjë i thash? Jo s'ishte. Po pat në një tjetër një demokrat, socialist, e këtyre partive tjera që po e shpërndante jo. Këta i shpërndaj me agjenci. Me agjenci. Dhe agjenci e paguat. Po mirë pra, janë shpenzime, ma janë shpenzime gjitha. Kush ka shpenzuar më shumë? PS apo PD? Ku di, se kam idem fare, jam territor merr me njerëz. Ju kjo, unë besoj këtë të ndinj, se si funksionon ti në këtë fushat, po kolegët e tu në Partinë Socialiste nuk janë kaq të thjesht, nuk janë kaq, po themi, qesin në këmbë. Janë dhe ata të motorizuar, shikojmë që hedhin dhe lek. Kush e ka zonën në fshat për shembull i motorizuar duhet jetë, se në fshat nuk ke se si të shkosh. Por edhe këtu në qytet dhe mund motorizuar. Në qytet, pastaj këtu në njësinë numër 5 do t'i kërkoja shumë që mos ndosim mjedis, duke lëvizur me mjete motorike. Po pse se ke kërkuar deri tani se edhe 13? Po ju ma solët në vëmendje këtë gjën. Po ke plot që lëvizim me mjetet të motorizuara. Dhe mjetet motorizuara janë 4 rotak 100.000 euro, jo kështu 4 rotak. Makina ime e ri e parkuar ke kryesia ku vendet gjithkohës, domethënë po më bën mirë edhe për shëndetin e gjithë kjo gjë. Zoti Braçe, si u zgjidh ajo çështja e asaj gjobës 200.000 lekë për vendosjen e postave? Se kam qeshur me lot kur e kam parë. Po ja, këtë doja të thosha. Në momentin e parë isha në laprak, takova ca korçar të mit. Që mos alertohet njëri tani etj. Takova korçar të mit. Po, më kishin kërkuar, ishin nga zona ime, nga zona e Oparit dhe Lozhanit të Oparit, edhe vajta i takova. Edhe njëri prej tyre unë ngrit atje, ka i takimi edhe, se unë zakonisht jap fjalën atyre, nuk flas unë i parë, jap fjalën njerëz. Edhe më tha që kam këtë shqetësim. Unë po shikoja, dhe më vite me qesh, edhe thash që ose ky po sajon në mënyrë perfekte këtë gjën, ose ka ndodhur realisht. Edhe i thash që, shikoj, thash, nuk po tallesh më mua. Atë shkoj ti marr letrat? Merri. Vajti mori letrat. I mori letrat, mi solli. Dhe fillat i lexoja, i kërkoha ndjes gjithëve që ishin aty. I lexova aty? I lexova aty më, letrat. Më e hapa. I thash, po çfarë posteri ke vënë? Ja tha e ke aty me fotot. Po foton kush e ka bërë? E ka bërë bashkia. Është bashkisë foto e vetë, po. Më e hap. Dhe pash letër A4. Ja kaq. Gabim ka bërej personi, patjetër gabim ka bërej.
Po tani dy gjëra kam unë me këta që vendosin gjoba, ashtu siç edhe me ata që folëm pak më herët. Duke filluar nga kjo partia kundërshtare opozitare që ne kemi. Ose kanë humbur sensin e paras, ose funksionon një plan tjetër. Po unë s'di të them, ti vësh njeriu, një tjetri. 200.000 lekë gjobë, që është më shumë se sa pensioni mesatar sot në Shqipëri. Më shumë se sa pensioni mesatar sot në Shqipëri. Dhe ky ishte i moshuar. Ti vësh gjobë 200.000 lekë ose 200 euro për një letër që i kishte vendosur në një shtyllë, pasi i kishte thënë që ke 20 ditë kohë ta heqësh, ta ndreqësh, ta pastrosh shtyllën e tjerë me radhë. Dhe mbas 2 orësh shkosh ti vësh gjobën 200.000 lekë. Kjo është të humbësh sensin e Po nuk është zgjidhur kjo çështje? Të humbësh se jo akoma. I kam thënë zotërisë të bëjë një ankesë të paraqesë në Bashkinë e Tiranës, aty ku është komisioni i ankesave dhe natyrisht të shqyrtohet kjo gjëja. Unë do preferoja shumë që fjala bie, policia bashkiake, drejtoria respektive, drejtoria transport, Tirana Parking, e tjerë me radhë, të merreshin me zonën rreth e qark Zayed Center, ke Moskatët, sepse eksaktësisht qendra tregtare ka saptuar rrugën, sheshin, çdo gjë atje, edhe praktikisht edhe të lironin, po edhe gjobisnin. Unë do doja që policia bashkiake, Inspektorati Mbrojtjes Territorit, si quhet, ku di unë, Agjencia e Mjedisit brenda Bashkisë së Tiranës, Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, të merren pikërisht me këta që hedhin mbetjet inerta në pikat e grumbullimit të mbetjeve. Dhe po atje vlen gjoba 200.000 lekë, 300, 400, 500.000 lekë. Vlen gjoba atje, edhe ka sens, edhe paraja atje, sepse është një krim mjedisor i përbindshëm. Krim mjedisor i përbindshëm, dhe normalisht të merren me këto gjëra, mos merren me më të dobtit. E kupton? Merren me më të dobtit, nuk merren me më të fortit. Edhe kur kam qenë zëvendës kryeministër dhe fillova t'i thrisja një herë në muaj 50 drejtorët e agjencive kyçe që ka shteti, këtë gjë ju kërkoja, mos u merrni me të dobtin. Merruni me atë që është i forti. Rregulli i ligjit në këtë qytet nuk e prish më i dobti. Në Shqipëri nuk e prish më i dobti, e prish ai që është më i forti, ai që është më arroganti, ai që është më i dhunshëm. Ai që fiton më tepër edhe që kursen edhe që ndarkat e atij fitimi duke i bërë dëm të tjerëve. Me këta duhet merret shteti. Këta e prishin rregullin e qytet. Nuk e prishin më dobtit. Më dobtit meritojnë mbrojtje, meritojnë përkujdes, meritojnë solidaritet, meritojnë edhe mbështetje kur bëjnë qoftë edhe këtë gjë elementare që do t'japi shpinën vetë me qira.